Mirëmbrëma. E ju flet Tirana. Këtu DJ Taku. Sot do të flasim për natën e prishjes së madhe, ose prishjen e natës së madhe. Çfarë ndodhi? Përse partizanët u prishën me ballin? Ka disa variante për këtë. Ja se çfarë ndodhi sipas shënimeve të Hajdarit, partizani që u plagos atë natë. Ishte mëngjes lufte. Nuk e di pse, po në luftë gjithmonë dimri është i egër dhe i ftohtë. Hajdari dhe Shpresa po luftonin si luanet. Shpresa, po ylli brigadës parë! Shpresa të dua! Shpirtu! Shumë mirë. Ndërsa ata po luftonin, Gjermani kaloi barikadën. Nuk ju tha as mirëmëngjes, as si u gdhit. Mirëmbrëma, si u gdhiti erë, mire? Mirëmbrëma, si jeni ju? Mirë, faleminderit. Por u nis të shkonte drejt Shpresës. E ju afrua dhe i tha: Fraulein Shpresa, Shpresa der Butanen, ich liebe dich. Që do të thoshte komëran dashni. Ai zgjati duart e tij prej kriminalit tek Shpresa, por Shpresa nuk mund ta dashuronte Gjermani. Aty Hajdari nuk duroi, edhe ju hodh Gjermanit. U kapën për leshrash, duke u përleshur sa desh vajtën për lesh. Adriana! Ik! Shpëto kokën tënde! Roki! Nuk iki jo! Rifu ti rifu! Adriana! Ik mos nga nervat mu! Jo! Nuk iki! Rifu! Rifu! Roki! 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 Në këtë moment, Gjermani u bë xheloz edhe donte të vriste Hajdarin. Ai shkrepi armën vetëm një herë. Njëso, më falë, një. Për hir të së vërtetës e shkrepi disa herë. Plumbat i priste Shpresa me raketë tenisi për t'ja kthyer mbrapsht Gjermanit. Edhe kështu ata plumba plagosën Hajdarin. Hajdar, më fal, ik! Kështu ka ndodhur e vërteta sipas versionit të partizanëve. Por ka dhe një variant tjetër. Ja se çfarë ndodhi sipas lejtënantit gjerman Helmut von Brigel dhe sipas gazetës Allgemeine Zeitung. Ich glaube, Gesichten der Portugieren
Ich genten Julen der Sbelchen. Ja se çfarë ndodhi atë mëngjes lufte. Eine Nacht, ich haben gesulkuchen in die Ruschen mit Leroy Reutaren der Püllen. Nuk e di pse në luftë gjithmonë dimri është i egër dhe i ftohtë. Arktung. Kalova një barrikadë të partizanëve. Ich haben gelüchten der Bombarden mit 6 Jugen. Sa ishin? 6 Jugen. Po. Dhe shoh këta të dy. Verfünften der Sefedinen mit Ahmeten and Ismeten and Idayeten. Hajdari po rrihte shpresën, ndërsa shpresa po rrihej nga Hajdari. Hajdaren, përse ti rrau një femër si shpresa? Këto janë zënë nga personale, ti pse I fut hundët? Hajdaren, unë nuk lejuar që ti rrau një femër dinjitozën si shpresën e ndullën personalitetën e breken. Një moment qoj breket. Hajdaren! Shpresa! Unë të dua, shpresa! Mos shpresa! Shpresa! Ka ardhur koha që unë dhe ti të martohemi. Ka ardhur koha, shpresa, që ne të krijojmë një familje dhe të bëjmë 6 kalamaj për një... Të bëjmë 6 kalamaj për një herësh, shpresa. Po dua dhe unë, o Gjermani im! Jo, shpresa, mos të bëj! E di, ti do të marrësh një Gjermani, do të bësh dokumenta Gjermane dhe unë do jemi lumtur. Mos, shpresa! Të gjitha femrat shqiptare martohen me të huaj vetëm për dokumente. Ja, do më blesh një Mercedes, edhe s'do kes byth të më prekësh me dorë se e ditë për gjysmohet pasuria. Shpresa? Ti martuar me mua vetëm për dokumentën Gjermanën? Po! Hajdar! Ti nuk martuar me mua për dokumentën Gjermanën? Jo, mër vlla! Per putanën dhe shpresa! Hajdar! Ish lipe, Hajdar. Avash, unë njerë nuk jam lipe, jam Hajdari. Hajdar, vetëm 2 fjalë do të të them. Po? Të dua, nuk e shans me mua. Jo! O bobo, sa turp. Jemi këtu 4 burra të martuar që bëjmë si kalamaj. Dëgjoj, qenë pësirë, ti je fejuar me Gjermani dhe s'ma ke thënë, ha? Jo, shpresa! Jo, të beton! Jo, shpresa! Jo, shpresa! Jo. Shpresa! Aty shpresa mori armën dhe filloi të shtij drejt Gjermanit. Gjermani po I shmangej plumbave dhe kështu vratër orkestra. Plumbat po mbaronin, pjesëtarët e orkestrës po mbaronin, në fund mbeti vetëm një plumb, por edhe ai plumb ishte qorr. Shpresa u mat mirë, mbylli sytë dhe qëlloi. Kur hapi sytë, pa Gjermanin që po I thoshte Hajdarit. Don Corleone! Mos bëj kështu! Hajdar, duhet të të qojmë në spitalin më të largët! Mos më lër, Hajdar! As mua mos më lër! Të kam dashurin e parë, Hajdar! Edhe unë vdekjen e parë kam.
Ta qojmë shpresa në spitalin më të afërt. Merë automatikun. Po, Jepi Hajdar qo. ka be Hajdari. Hajdar. Është pak i rëndë si Europa mund ta mbash. O që më gjeti? Hajdar. Edhe kështu unë mbeta dëshmitari i fundit i kësaj historie. Pastaj, si Jo në qesonë të stemani. A fangull.